Dashi. Sot është koha të përqendrohesh në marrëdhëniet personale. Miqësitë dhe lidhjet romantike mund të kërkojnë vëmendjen tënde të plotë, ndaj mos hezito të tregosh ndjenja. Në punë, energjia jote e jashtëzakonshme po të çon drejt suksesit, por kujdes mos të ngarkohesh me përgjegjësi të tepruara. Menaxho mirë kohën dhe prioritizoj detyrat. Financat janë në gjendje të qëndrueshme, por bëj kujdes me shpenzimet impulsive. Konsidero të kursesh për të ardhmen dhe të mendosh për investime në afatgjata. Ndjesitë tua janë të fuqishme sot dhe intuita do të drejtoj vendimet e duhura. Relaksohu dhe merr kohë për veten, ndoshta duke kaluar disa momente në natyrë. Kujto se një qëndrim pozitiv ndriçon gjithë ditën. Demi. Sot ndihesh më i lidhur me zemrën tënde dhe dëshirat e saj. Ndoshta është koha për të shprehur ndjenjat që ke mbajtur të fshehura. Nëse je në një marrëdhënie, një bisedë të thellë mund të forcojë lidhjen me partnerin tënd. Në punë, qëndrueshmëria dhe përkushtimi yt do të vlerësohen nga të tjerët, prandaj vazhdo të jesh i përkushtuar. Nga ana financiare, është e rëndësishme të mos bësh shpenzime impulsive, por të mbash një sy mbi buxhetin tënd. Dita ofron një mundësi për të shijuar momente qetësie dhe reflektimi, duke të dhënë një ndjesi të re ekuilibri. Kujdesu për veten duke u dhënë vetes pak kohë për relaksim. Përfituro një të ardhme me mundësi të reja dhe mos e humb besimin. Binjakët. Sot qielli hapet me një premtim të ri dhe energjia e freskët e ditës të mbush me entuziazëm. Në çështjet e zemrës, lejoje veten të ndjekësh instinktin dhe të përqafosh spontanitetin. Një bisedë e hapur mund të sjellë ndriçim në marrëdhëniet e tua, duke forcuar lidhjet. Në punë, një mundësi e papritur mund të hapë dyrë të reja. Shfrytëzoj atë me kurajë dhe vendosmëri. Financat kërkojnë vëmendjen tënde. Një qasje e kujdesshme do të ndihmojë të shmangësh shpenzimet e tepërta. Kjo ditë është e përshtatshme për të eksploruar pasionet personale dhe për të gjetur momente qetësie në art ose natyrë. Lejoje mendjen tënde të fluturojë, por mos harro t'u japësh së ndjenjave të zemrës dhe mendimeve të tua më të buta. Daforia. Sot, mirë e lehtë do të fryjë në zemrën tënde, duke sjellë ndjesi të thella dhe emocione të pasura. Një bisedë intime me partnerin mund të forcojë lidhjen dhe të sjellë qartësi në çështjet që kanë qenë të turbullta. Në punë është momenti ideal për të treguar kreativitet dhe për të shfaqur aftësitë unike. Mos e nënvlerëso fuqinë e bashkëpunimit, pasi kolegët mund të ofrojnë mbështetje të vlefshme. Financat kërkojnë pak vëmendje, çmang shpenzimet e kota dhe përcakto prioritetet që do të ndihmojnë të ndihesh më i qetë. Kujdesu për veten dhe mos harro të dëgjosh muzikën që të qetëson shpirtin. Një shëtitje në natyrë mund të të mbush me energji dhe frymëzim. Luani. Dielli të përshëndet me ngrohtësinë e tij edhe sot, duke të dhuruar energji për t'u përballur me sfidat e ditës. Në punë, përpiqu të mos i marrësh vendimet me ngull. Merr kohë për t'i analizuar detajet dhe do të gjesh zgjidhje krijuese. Financat mund të kërkojnë vëmendje të shtuar. Një planifikim i kujdesshëm do të ndihmojë të ruash ekuilibrin. Në sferën e dashurisë, shpreh ndjenjat tuaja pa hezitim. Partneri do ta vlerësojë sinqeritetin tënd. Për beqarët, një takim i papritur mund të kthehet në diçka më të thellë. Kryesorja është të jesh vetvetja dhe të mos humbasësh shpresën. Ndjenja e optimizmit do të ndriçojë gjithçka rreth teje sot, duke të sjellë një ndjesi paqeje dhe kënaqësie. Virgjëresha. Sot, energjia e ndriçon qiellin tënd të brendshëm duke të dhënë një perspektivë të freskët. Në dashuri, kushtoje kohë vëmendjes më të thellë ndaj partnerit, ky është qetësi për të ruajtur armoninë. Në punë, përqendrohu tek detajet, pasi arti i perfeksionimit do të ndihmojë të dallohesh. Besoj instinktit tënd kur merr vendime të rëndësishme, ai të udhëheq drejt zgjedhjes së duhur. Financat janë të qëndrueshme, por mundohu të shmangësh shpenzimet e panevojshme. Sot është dita për të menduar për investimet afatgjata. Ndjesia e qetësisë mund të gjejë rrugën e saj në zemrën tënde, duke sjellë paqe. Merr frymë thellë dhe lësho mendimet e vjetra. Dhjeshta po afron dhe me të vjen një fillim i ri, plot mundësi. Peshorja. Sot do të ndihesh i balancuar dhe në harmoni me veten. Energji pozitive do të mbush ditën tënde, duke të dhënë një ndjesi të këndshme qetësie. Në punë është koha e duhur për të treguar aftësitë tua diplomatike. Do të kesh mundësi të ndërmjetësosh situata që kërkojnë mendje të kthjellët. Financat janë në një gjendje të qëndrueshme, por një shpenzim i menduar mirë mund të sjellë një investim të dobishëm. Në çështje të zemrës, trego kujdes ndaj ndjenjave të partnerit, një bisedë e hapur mund të sjellë afrimitet më të madh.
Mos neglizho ndjesitë tua të brendshme, medito ose shkruaj mendimet për të mbajtur mendjen e qetë. Ky është një moment i mirë për të reflektuar e për të shijuar çastet e vogla të lumturisë. Akrepi. Sot, zemra jote është mbushur me ndjesi të thella dhe të pasura, duke të shtyrë të kërkosh kuptim të ri në marrëdhëniet personale. Një bisedë e sinqertë me një mik të afërt ose partnerin mund të sjellë sqarime të rëndësishme dhe do të krijojë lidhje më të forta. Në punë, energjia kreativiteti rritet, duke të frymëzuar të shprehësh ide të reja dhe inovative. Kjo është dita e duhur për të bërë planifikime afatgjata që do të ndihmojnë në përmirësimin e financave. Kujdes me shpenzimet impulsive dhe fokusohu në menaxhimin e buxhetit. Emocionet e tua janë të fuqishme, ndaj është e rëndësishme të gjesh qetësi përmes meditimit ose një shëtitjeje në natyrë. Kujto se fryma e dashamirësisë të çon gjithmonë drejt rrugës së lumturisë. Shigjetari. Sot, zemra juaj do të ndriçojë si një yll i mëngjesit, duke tërhequr vëmendjen e personave përreth. Në çështje të dashurisë, një bisedë me dikë të veçantë mund të sjellë një kuptim të ri dhe më të thellë. Në punë, qëndrimi juaj pozitiv do t'ju ndihmojë të kapërceni çfarëdo sfide që mund të shfaqet. Mos hezitoni të tregoni kreativitetin tuaj, pasi idetë të reja do të vlerësohen nga kolegët. Financat duken të qëndrueshme, por kujdes me shpenzimet impulsive. Koha e kaluar me miq do të sjellë gëzim dhe rehati. Sot mund të gjeni një libër ose një muzikë që ju frymëzon. Përqafoni momentet e vogla dhe magjike që mbushin shpirtin tuaj me paqe dhe lumturi. Kjo ditë premton të jetë plot me surpriza të ëmbla. Britsjapi. Dita e sotme sjell një energji të re që do t'ju ndihmojë të përqendroheni tek qëllimet tuaja. Në dashuri, është momenti i duhur për të dëgjuar zemrën dhe për të qenë i hapur ndaj partnerit. Mos keni frikë të ndani mendimet dhe ndjenjat tuaja, sepse ky komunikim do të forcojë lidhjen tuaj. Në punë, mbani në mendje se durimi është një virtyt. Projektet të reja mund të kërkojnë më shumë kohë, por do të sjellin rezultate të mëdha. Financat janë në një drejtim pozitiv, por evito shpenzimet e panevojshme dhe mendoni për kursime afatgjata. Ndjesitë tuaja sot janë të qeta, sikur një lumë që rrjedh në heshtje. Mundohuni të kaloni pak kohë duke reflektuar mbi arritjet tuaja dhe mbushni shpirtin me mirënjohje. Ujori. Dita e sotme sjell energji të reja në jetën tënde, duke të frymëzuar për të menduar me guxim për të ardhmen. Në fushën e dashurisë, një komunikim i sinqert me partnerin do të ndihmojë në ndërtimin e lidhjeve më të forta. Nëse je i vetëm, një takim i papritur mund të ndesë shkëndijat e para të interesit. Në punë, pritet një sfidë e vogël, por me intuitën tënde të fortë, do të gjesh një zgjidhje kreative. Financat janë duke kërkuar pak më shumë kujdes, bëj kujdes me shpenzimet e panevojshme. Sot, ndjenja e lidhjes me natyrën do të ndihmojë të gjesh qetësi dhe balancë të brendshme. Merr kohë për veten duke medituar ose thjesht duke marrë frymë thellë. Harmonia është çelësi i ditës. Peshi. Sot ndjen një valë të butë energjie që të përshkon trupin, duke të frymëzuar për të eksploruar mundësi të reja në karrierë. Në punë, përpiqu të jesh i hapur ndaj ndryshimeve dhe mos u trem nga sfidat që mund të shfaqen. Financat mund të kërkojnë një vëmendje të veçantë, kështu që kujdesu të mos bësh shpenzime të nxituara. Në dashuri, ndoshta është momenti i duhur për të shprehur ndjenjat që ke mbajtur brenda vetes. Partneri yt do ta vlerësojë ndershmërinë dhe përkushtimin tënd. Për ata që janë vetëm, një takim i papritur mund të sjellë emocion të ri. Kujdesu për mirëqenien tënde mendore dhe fizike duke mbajtur një balancë të shëndetshme mes pushimit dhe aktiviteteve ditore. Mos haro të ndalosh e të shijosh momentet e vogla të jetës.